Me promovimin e vlerave të ndryshme artistike, duke filluar nga realja deri tek abstraksioni, emra të rëndësishëm të artit vendor e ndërkombëtar u prezantuan në Qendrën për Kulturë në Kërçov, organizuar nga Shoqata për Art dhe Kulturë Kult nga Kërçova në bashkëpunim me anëtarët e shoqatës Draudakum nga Gostivari. Është ky viti i dytë që Shoqata për Art dhe Kulturë Kult bën përpjekjet e veta për të sjellur gjëra të veçanta në Kërçov. Vitin e kaluar kishim një verë kulturore me 7 net të ndryshme, ndërkaq sot po fillojmë me një tjetër aktivitet, një ditë dhe një natë festive në Kërçov, që ngërthen në vete 5 lloj aktivitetesh të ndryshme, që për një qytet me madhësinë e Kërçovës dhe me kapacitetin e qytetit të Kërçovës, do thoya që është një aktivitet me mjaft pretendime. Fillon me ekspozitën ndërkombëtare kolektive, e cila nënkupton se këtu marrin pjesë artistë nga shumë vende, nga Evropa dhe bota. Do është ndonjë raste të rralla në Kërçov, në Maqedoni mbahet një ekspozitë me kaq artistë nga vende të ndryshme. Këtu janë prezantuar artistë nga çdo lëmi të artit figurativ. Do të kenë mundësi konzumues të artit figurativ të shohin vlerat e artit, jo vetëm vendor, por edhe botëror. Mund të shihni se çdo kush këtu e ka shprehjen e vet individuale, çdo kush e ka gjuhën e vet artistike dhe në atë mënyrë ata i përcjellin mesazhet edhe çdo gjë që i tangon si shpirt artistik, ashtu që besoj Kërçova me këtë ekspozitë do nderohet se ja ndodhi që edhe në këtë manifestim kemi vlera me të vërtetë të mirëfillëse të artit figurativ. Piktorë të ndryshëm u prezantuan nëpërmjet veprave të realizuara nga të gjitha lëmit të artit pamor. Në këtë ekspozitë marr pjesë me një grafik, të cilën e kam titulluar Imagjinata e strukur. Po, faktikisht jam e kyçur gati në çdo aktivitet që më jepet mundësi, marr pjesë gjithmonë që faktikisht sot është organizimi i Draudakum, që vjen nga Gostivari, organizimi në Kërçov, edhe është një rasti shumë e mirë për ne kërçovarët që të shfaqemi. Në këtë ekspozit janë përfshirë një numër i konsiderueshëm i artistëve me relevancë artistike, nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Slovakia, Italia, Rumania, Bullgaria, Mongolia dhe Malizi, të cilët u paraqitën me vepra të ndryshme, edhe atë pikturë, grafik, skulpturë, fotografi e të tjerë.